Çështja e këtij emërtimit të rrugëve në Tetov është një eksplodim i hipokrizisë dhe një njeriu të paftërsisë, Zotit Ahmeti dhe të BDI-s, le që kjo është tragjiko-komike për shkak se gjithë thuajnë se është një protestë kundër vetvetes, por mendoj se kjo ka filluar të bëhet edhe e gërditshme. Është interesant. Ai njeriu i cili thot se na ka çliru dhe thot se Tetovës në pjesë të konsiderueshme të rrugëve ja ka kthy si emërtime shqiptare, është Pikarçove. E çuditërisht e ky djalë që udhëheq protestat në Tetov prapë është Pikarçove. Dhe unë mendoj se tetovarët duhet të bëjnë një aktivitet apo një peticion që këta njerëz mashtrues dallaverigji t'i mbledhin plaçkat dhe bohçet e veta dhe të ikin prej nga kanë ardhur, kryesisht Pikarçove. A drim se të thuash të varëve se ju kam çliru dhe emrat e rrugëve kam vendosur Shqip, kur të njëjtën kohë në Kërçov vazhdon të ketë bulevardet e Jenaas dhe të Mashaltitës, pak më shumë se sa paftërsi është. Dhe unë mendoj se ky rrotullim kokposhtë i vlerave dhe potencialeve kombëtare të shqiptarëve të Maqedonisë duhet të kthehet në vend. Jo që unë kam diçka kundër Kërçovës, po nuk duhet të lejoj kjo mënyrë manipulimit të funksionoj. Kur Kërçova nuk do të arrijë ta çlirojë Tetovën. Vetëm e kundërta mund të ndodhë. Tetova të çlirojë veten, çlirojë Kërçovën dhe gjitha vendbandimet tjera të shqiptarëve nga shtypja e Maqedonisë.